u fol nga parafolësit edhe për Kushtetutën e Republikës Kosovës, edhe për Kosharën, dy ngjarjet jashtëzakonshme historike, me cilat shfrytëzoj rastin me uru qytetarëve të Republikës Kosovës për këtë datë, që është një datë e cila duhet të na thret në ndërgjegje që të punojmë çdo ditë dhe jo vetëm simbolikisht të shënojmë këto data. Krizat e shkaktuara çdo ditë krejtësisht pa nevojshme na kanë larguar nga hallet dhe problemet e qytetarëve, na kanë larguar nga kërkesat konkrete të qytetarëve. Edhe unë këtë 3 minutë do ta shfrytëzoj rastin të flas po për Kosharën, po për betejën e Kosharës. Nuk do të thur elozhej për trimrin e aty në bijve e bijave që kanë rënë heroikisht në betejën e Kosharës, por do të ras në përgjithësi Agjencinë për mirëmbajtjen, për menaxhimin e memorialeve, që urgjentisht të ndërmarr hapa konkret dhe të rinovoj emrat dhe mbiemrat e të vrarëve, të cilët dje pam të gjithë kushishte për vëmazhe që janë të palexueshëm. Nëse ata shkruan me gjakun e tyre historinë dhe lirinë tonë, ne kemi obligim që minimalisht të kujdesemi që emrat e tyre, varret e tyre të trajtohen me dinjitet. Është e pafalshme që familjarët kur të vinë në ditën përkujtimore në Kosharë dhe në çdo memorial tjetër ku prehen dëshmorët e kombit, të shihen në agjendje të katandisur vend pushimet e tyre ose vend varrimet e tyre. Dje në Kosharë ishim prezent pjesëtar gjitha partive politike, prandaj sot nga kjo foltore kërkoj që urgjentisht të mirëmbahen ata gurdvarëve, shkruhen drejt e bukur emrat e tyre dhe llogot e ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe të dhënat tjera që janë me gurt e varreve të dëshmorëve të Kosharës. Lavdi ju qoftë.